Shumë i bukur. Këndshkrim vitalist shumë interesant. Po unë do doja të ndaleshim pak tek dashuria për aktrimin, se edhe këtu dashuria duket që është e madhe. Dhe kjo vërehet shumë. Ajo është dashuria e parë në profesion, është dashuria për aktrimin, që kur kam qenë gjimnaziste, kur më erdhi një natë, di ato bashkëbisedimet, se ne gocat i kemi se çunat se di si kanë bashkëbisedimet me hënën, me poezinë kam qenë shumë e lidhur në adoleshencën time dhe ja ashtu lindi, dua të provoj jetë. Dua të provoj më shumë se sa një jetë, më shumë se sa jetën time, sepse jeta jonë bëhet monotone, futet në një rutinë që ti shpeshherë nuk del dot. Edhe më pëlqen të jetoja jetë të tjerëve. Edhe ti besoja si timen. Besoj kjo e pasuron një njeri, qoftë nga ana mentale, shpirtërore, emocionale, por edhe rritesh. Si u prit nga familjarët e tu në momentin e parë që ti i the dua të bëhem aktore, e kam vendosur? Shumë keq u prit. Se po flasim për një kohë gjatë vështirë. Janë këto zanatet arti, sporti që s'të japin bukë, ç'a do të bësh tjetër? Ku do vesh ti? Jo vetëm për bukën, po edhe sepse po flasim për një kohë me shumë tabu. Po, edhe për shkaq sociale në fakt. Po, ishte shumë e vështirë sepse un jam në fillimet e demokracisë, viteve të demokracisë dhe gjithkush rente pas juridik, ekonomik, ka qenë sidomos juridiku, ka qenë një tmerr. Gjithë donin, e vazhdon të jetë, po. Dhe të gjithë donin ashtu, u hap anglistika, domethënë ishte një dyndje e madhe pas këtyre lëndëve sociale. Kurse kur unë shpreha këtë dëshirë pasionante të thellë brenda meje, sigurisht prindrit i kam pas shumë tolerant, por vllai i madh të reagoi më një herë. Aktore, ç'është kjo nga të erdhi? Kurse babi filloi të më përdorte cilësitë për të më vënë në dukje. Po pse ti je shumë e mirë këtu, je shumë e mirë këtu, pse do bësh? Zysha dhe kishte manipuluar edhe një zysh në shkollë. I thoshte po ti je shumë e mirë në vizatim teknik, si do shkosh ti aktore, do bësh si gjyro çfarë të duhet, nuk të kurse do bësh një arkitekte e mirë, edhe në fakt jam penduar. Me thënë drejtën, ajo ka pas drejtë. Që si e bërë arkitekte? Arkitekte, vëlla, merr parë. Jo lagu, jo se lagu, jo torr, jo vër. Namin do kishe bërë. Për zotin. Namin do kishe bërë. E po, nuk do ta bënte me të njëjtin pasion. Ja, me të njëjtin pasion. Sigurt që pasion. Me të njëjtin pasion? Po, do ta bëja. Kur i futem një gjë, thash jam shigjetar, e marr shigjetën e të Rage Ford, derisa ta gjuaj mua në qendër. Ja. Okej, jo, se dakor që gjetën e ke, po të mungon harku i dur ndoshta. Nuk e besoj, po ta kisha zgjedhur. Po ta kisha zgjedhur. Po ta kisha zgjedhur. Me detyrim nuk besoj. Megjithëse natyra ime është që po e mora një punë përsipër, edhe nëse nuk është në dashuritë e mia, unë do ta bëj maksimalisht shumë mirë, se e kam në natyrën time. Por kisha thirrjen e brendshme për të bërë aktore. Po jo, kjo që sapo thej është një pendim, pra pendohesh se ke bërë apo thua mund ta kisha bërë dhe këtë do isha mirë. Po gjithsesi pendim, e di kur lodhesh edhe shikon këto brylat, shikon këto shkopinjt në rrota, e mendon ngaherë tisha bë arkitekte, kisha shpëtuar këtyre. Por dhe ti vetë di që nuk do t'i kishe shpëtuar sepse kudo ekzistojnë bryla. Është një gjë. Kudo, po neve i kemi ndryshe, ne kemi më speciale. I keni bryla poetik? Poetik. I dua. Bryla poetik. Ja, s'dalin asnjëherë përballë. Është me të futme. Ja, si është del këtu përballë të buzëqesh të të kam shoqet, kam mes aktorësh. Dhe pastaj mes kolegësh. Se aktor, regjisor, pedagog, se unë jam edhe pedagoge, kështu që e kam fushën shumë të gjerë. Është terren shumë i vështirë. Unë besoj, i them edhe studentëve, ju kur të mbaroni shkollën keni për të parë çfarë është xhungla. Tani këtu jeni të mbrojtur, gjithçka shkon okay, etj, pastaj bëhet e egër në çdo profesion, absolutisht. Se egër për shkaq e konkurrence, po sigurisht, gjithmonë është ne pastaj si natyrë ne shqiptarët e kemi smirën, nuk na pikon kur dikush ec apo kur dikush ndrin. Se ja kuptojmë ku e ka aurën. Dhe i shndrin aura dhe ti fillon i pikon dikujt. Edhe kur e ke shok apo shoqet ngushtë, që i ke je afër, i pikon, nuk e thot, por në një moment X i del. Jeti nga këto njerëzit që thua stop, kjo marrëdhënie merr fund këtu në momentin që
dëgjon që diçka është thënë për ty apo këto brylat kanë filluar bëhen aktive apo thjesht vazhdon edhe gjëja që më ka shpëtuar mua në shumë vite, në fakt, tani jam dobësuar çik se edhe më janë dobësuar shpatullat, s'po mban më si duket. Tani jam bërë më e drejt për drejt, tani jam më e rrezikshme në fakt. Dikur duke qenë se bëja se imagjinoj dot Rozin e rrezikshme, nuk e di. Jo, e rrezikshme se jam e drejt për drejt, ta them tang edhe s'më përshlen fare, domethënë e them. Kurse dikur duke qenë se praktikoja shumë edhe yoga, kështu kisha ndërtuar një mur gome dhe nuk më futej asgjë. Ishte shumë e domosdoshme kjo gjë në rinin time, në fillim të karrierës, sepse ti po fillove të dëgjoje po ka thënë filani, ti mbarsesh me një gjë që është jashtë profesionit, dhe këtë përpiqem t'ju them studentëve çdo ditë. Mos u merrni fare me çfarë ndodh, pra është si puna e këtij rrethit verdh që keni futur aty brenda. Krijo rrethin tënd, krijo murin e gomës që gjithçka që të vit të kthehet mbrapsht, edhe aty pra ti kthehet mbrapsht, që do të thotë unë nuk kam vëmendje dhe nuk kam fokus fare tek ty, fol çfarë të duash. Kjo të ndihmon të gjesh vetveten ti në këtë profesion. Dua çfarë dua, se është profesion i vështirë. Ai punon me koshiencën dhe subkoshiencën tënde. Ti duhet futesh në disa fije shumë të holla psikologjike, shpirtërore, emocionale të këtij profesioni dhe që pastaj dalin edhe fizikisht reagojnë. Nëpërmjet 3 elementeve të perceptimit të gjës, të receptimit dhe të reagimit që del jashtë. Pra janë këto 3 element, nëse ti nuk arrin dot ti përftosh brenda vetes, pra ti je i qartë se si kalohet në këto 3 etapa. Një sekond, se dua ta kuptoj këtë gjë. Kur fole për këto 3 elemente, e ke fjalën në integrimin dhe përpunimin e rolit, apo e ke fjalën në raport me kolegët? Jo, të rolit. Pra mos lejo që këto gjërat e jashtme të ndikojnë të... Pra, ty të duhet fokus për të kuptuar këto 3 element. Mirëfilli çfarë janë brenda qenies tënde. Okej. Pra, nëse ti je i qartë se si kalohet nga perceptimi, pra jo thjesht fjala perceptimi dhe ti nuk kuptohet aq lehtë. Nuk është më të thënë, po. Nuk është më të thënë, është duke e kërkuar brenda qenies tënde si është perceptimi, çfarë ndodh kur ti e merr nga jashtë këtë fenomen, e fut brenda qenies tënde, e elaboron, e fillon edhe unë shpeshherë them ne jemi kafshë ripërtypse. Ne duhet ta nxjerrim dhe ta ripërtypim për të nxjerr të gjitha elementet e tjera që na duhet pastaj tek reagimi. Dhe reagimi është ai procesi që del jashtë. Edhe ti thua, wow, sa bukur e bëri ky. Jo thjesht reagim fizik kështu, po që del nga qenia jote, fjala apo kjo energji, se ne shprehim energji. Pra unë përpiqem me shtyj energjinë time drejt teje, prandaj ti ke fokus tek unë. Tani që po më dëgjon. Edhe të rrëmbej vëmendjen edhe fillon ky proces i dyanshëm. E vërtetë. Se të bëj disa. Cili ka qenë momenti më i vështirë për ty në sken? Që nuk e qenë plotësisht e fokusuar, nuk e ke pasur këto elemente. Unë këto si ja lejoj vetës, të them drejtën se e dënoj shumë veten para se të shkoj aty. Nuk i lejoj vetës sigurisht kam pas momente të vështira, për shembull mbaj mend kur kam ngarkesë psikologjike të llojit, mbaj mend një herë në prova edhe një herë në shfaqje, më ka ndodhur një proces i tillë, unë kisha mamin në një moment gati për t'u larguar nga kjo jetë dhe si duket qenia ime ishte në disa procese të çuditshme. Të paprovuara ndonjëherë dhe ajo mos pranimi që ti nuk do ta pranosh që prindi yt po e shikon që po ikën edhe ti s'bën dot asgjë. Duhet ta pranosh këtë fakt dhe në një moment siç isha duke dialoguar me partneren aty në sken, pata një më rat fikët, po dhe më kapi. Nuk e di si mu fik. Është fiks të tulet automati. Të rat të fikët apo harov? Jo, më rat fikët. E kuptoj. Ajo më kapi parë në tokë edhe kështu, edhe më bëri shumë përshtypje si ka mundësi që ishte kështu e tillë. Tamam si ulje automati. S'më kishte ndodhur kurrë kjo. Edhe erdhan Terezi shpejt, sigurisht, por po them çfarë ndodh. Dhe si është regulatori i brendshëm i njeriut, se si e ul automati në çast të ngarkesa të mëdha, pam. Edhe e kam vëzhguar veten në kështu procesesh për të kuptuar çfarë ndodh. Pastaj momenti i dytë ka qenë po me këtë ngarkesë,
në shfaqje më ndodhi më iku teksti. Blackout. Po. Ai është momenti më i keq besoj për një aktor. Më i vështirë se e para ti ke një herë si ka mundësi ç'a ndodhi. Ku iku se supozohet që unë ta di këtë. Kaq muaj prova. Absolutisht e dija, po më ndodhi një fraksion sekonde, sigurisht që ti s'di ç'a thuash. Por ne kemi mjete për dalë nga këto situata, nuk është. Suflerët? Jo, suflerët kanë ikë. Është më shumë e vjetër kjo. Shumë e vjetër ajo. Cilat janë disa nga metodat super kurioze? Është improvizimi, sepse publiku nuk e di se çfarë ka në ato moment, kështu që improvizon me fjalët e tua dhe për të mos u kuptuar ajo gjë dhe nuk kuptohet. Çfarë më kujtohet që më kur na tha Neritani për Roland Trebickën që është mjeshtër për këto situata, nuk ishte bile s'është më mirë kur improvizon se sa me Roland Trebickën me që ma kujtove, unë kam luajtur 2 shfaqje dhe njëra ndërto ka qenë një mrekulli, një burr me trëndafil, e kemi dhënë tek salla Akademisë Arteve në 2002. Ka qenë eksperienca më e bukur dhe më funny që kam përjetuar me Roland Trebickën, një aktor i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm. Është fat të luash me të. Edhe unë e kam pasur këtë fat, o Zot, faleminderit. Përveç se njeri shumë i mirë, se unë besoj që nëse për çdo profesionist duhet jetë njeri i mirë dhe pastaj profesionist i mirë. Ka shumë mendime, po unë besoj shumë te kjo. Me cilin nga kolegët nuk do lodhesh asnjëherë të bashkëpunoje? Apo pyetje e vështirë? Është pyetje e vështirë dhe mos t'i intimidohet askush që pa e le më mirë pa emra, po flas për Rolandin me që është eksperiencë shumë e bukur. Unë kisha rolin gruaja e tij, por me që kishim edhe diferencë madhe moshe kështu. Ishte që kjo donte ishte atraktuar me kë. Vet burri i bën një preng. I sjell një buqet me lule për të para, do më tradhtoj gruaja dhe buqetës me trëndafilat kuq i çon një pusull misteri. Edhe ai thotë, nuk ka mundësi që gruaja ime të shkoj pas misterit. Edhe pra ishte një provokim. Kur ajo me të vërtet shkoj pas misterit. Kështu që mos provokoni. Mos sillni buqeta pa emër edhe se si dihet. Nga disa net që po i jepnim radhazi, një ndër netët ishte një grua, që kishte se ka pas shumë sukses ajo komedi. Edhe ishte një grua që sa filloi shfaqje, ajo qeshte. Qetësisa, ajo se sa kishte filluar publiku s'dinte për çfarë bëi fjalë. Ajo qeshte. Ai shikon, siç ishim dialog shikon. Vazhdon të dialogun me mua. Edhe thash faleminderit do Zot që nuk isha në skenë, se nuk do ta mbaja dot qeshurën. Edhe sa dalum nga skena dhe vjen ky avokati, shoku i tij, dhe i thot, si është Marina për mua?" E pyet dhe ky i thot, gjeti rastin. "Qesh si budallançka." Se flasim nuk dinë se si. Qesh si budallançka. Shpërtheu. Me lot kam qeshur nga mbrapa, se ishte momenti. Kaq i bukur e tha, pra ishte improvizues i jashtëzakonshëm. Kam disa raste me Landin kur i ndodh një kolegu ton, kishte futur telefonin te xhepat, këto kargot, këto pantallon, ishte lënë me dritje, po i bënte dritë. Ishte në shfaqje. Dhe i thot me shfaqje, merre telefonin. I madh. Ai arrinte që e përfshinte partnerin. Po e përfshinte në çdo gjë. Pra ishte vigjilent në skenë dhe kjo më pëlqen shumë. Pra është aty me sy, me vesh, me gjithçka. Është aty. Jo teksti përmend që edhe është blur, po. Ka raste të tilla kur vetëm mësohet teksti përmendës. Po shiko, kam përshtypjen që kur je i ri, ndoshta edhe je pak më i fokusuar tek ta mësosh mirë tekstin edhe ti je korrekt. Teksti është i ezauruar prej shumë kohësh dhe ne bëjmë 2 muaj prova. Kështu që 2 muaj nuk është. Pastaj teksti vjen si procesi i logjikës. Nuk mësohet përmendësh tekstin, ne nuk mësojmë tekst përmendësh. Pra ne studiojmë situatën, rrethanat e gjitha këto. Edhe pastaj vjen teksti vetë, s'ke nevojë. Është shumë i thjeshtë për të. Shiko sa interesante kjo. Po për shembull në kohët e lashta të vjetra deri tani afër vonë rapsodët.
ose njerëzit që mësojnë poema shumë të gjata përmendesh. Me logjik. Besojnë, ndjekin të njëjtën strukturë. Pra ata përfshihen në kontekstin e gjës. Po, nuk është se mësojnë mekanikisht vargje. Se i harron. Truri nuk i mban mend nëse nuk ka konfiguracione. Pra, nëse unë them mal, unë duhet ta kem konfiguracionin e malit, duhet ta kem jetuar malin, apo pemë, apo diell, apo ajër, apo aromë. Të gjitha këto janë të provuara, se ne nuk i marrim nga Marsi, ne jemi këtu. Domethënë, emrusi përbashkët është njeri, edhe procese njerëzore, fenomene njerëzore. Nëse ne i bëjmë artificiale, ose e themi fjalën pa këtë imazh, atëherë mekanikisht po them. Nuk ndodh. Nuk shkon përshtypja, nuk shkon tek publiku, nuk e përjeton. Pra nga mënyra se si ti e shikon atë, e shikon edhe ai. Pra, ai do shikoj malin e tij, sigurisht, jo malin tim, por ama e nxit imagjinatën. Edhe një ndër kriteret edhe cilësitë aktoreske është imagjinata. Patjetër. Po s'patëm imagjinatë, s'kemi asgjë. Patjetër. Pra, këtu është asgjë dhe këtu mund të krijojmë gjithçka. Patjetër. Cili është një skenar, një shfaqje që ti do doje ta merrje në dorë dhe ta sillje për publikun shqiptar? Ka shumë. Jam intriguar së fundmi, se dia duhet ta them, sepse jemi në proces me teatrin Metropol, jam intriguar shumë nga një vepër japoneze e jashtëzakonshme dhe dua ta krijoj atë atmosferë. Po është e vështirë. Do zbuloj pak se nuk ri dot. Kam përshtypjen që është e vështirë. Sepse duhet sjellësh një kulturë totalisht ndryshe. Që jam e bindur të gjithë e njohin në Shqipëri sepse i këtë gjithë që shohin anime. E njohin të gjithë vizualisht, por gjithçka ndryshe patjetër. Pa e kuptuar se ajo ka po. Ashtu kam menduar edhe unë që mund të ishte që në propozim kur mu propozua ky libër, është Pa u ftohur kafeja. I Haruki Murakamit? Jo. E kam parasysh si libër. Ja. Check, direkt se kam vështirë për t'i mbajtur mend to eme. Nuk e thaj se janë më të komplikuar. Por Pa u ftohur çaj apo kafe? Kafeja. Unë nuk do ta tregoj se po e tregova postan. Jo, nuk do ta tregojmë, por po them për ky është vërtet lajm. Është Toshikazu Kawaguchi. Bravo. Toshikazu Kawaguchi. Që ka fjalë. Po na i gjej pak si është në japonisht ajo. Pa u ftohur kafeja. Po është libër shumë i famshëm. Është libër shumë i famshëm. Por e dua në japonisht. Dhe nuk ka të bëj fare me, domethënë unë e gjej veten shumë mirë aty, s'ka lidhje me kulturën, sikur është diçka jashtë nesh. Jo, është njerëzore, dhe thash, emrusi përbashkët është njeri. Kostumet dhe shumë gjëra të vogla kulturale ndryshojnë, por që ato janë fare të asimilueshme. Rozje ta kërkonte se dua ta lexoj Egonia të titullin. Ja, sa ta gjej. Vazhdoni bisedoni sa ta gjej. 2 minuta. Është diçka e cila po merr formë. Po, jam intriguar jashtëzakonisht shumë me zor po pres. Okej, interesante. Flema ato ëndra, po, flet duke jam në proces. Po se kuptoj si të del koha për të bërë edhe atë me shishe, ndërkohë nga njëra shfaqje tek tjetër. Atë e kam kryer që për Krishtlindje. Edhe tani sa herë shikoj shishe them, baba e kam mbaruar murin. Do ta heqim edhe një herë që ta bëjmë prapë se nuk kemi të ç'bëjmë kur gjejmë kohë që është pak më e lirë në raport me të tjera. Si e kalon kohën përtej skenës, përtej teatrit, përtej. Ja, do ta them. Bëj punën e shtëpisë. Okej. Po më thuaj. A jeni kurioz ta dini si titullohet në japonisht? Është shumë e thjeshtë, se më duk shumë e komplikuar, por është e thjeshtë. Pra, Pa u ftohur kafeja, në anglisht Before the Coffee Gets Cold, në japonisht Kohi ga Samenai Uchini. Kohi ga Samenai Uchini. Samenai Uchini. Hajta provoj herë. Kohi ga Samenai Uchini. Nuk është dashje vështirë. E tham. Kështu që ju lutem mos harroni, gjithçka duhet kryer para se të ftohet kafeja, po u fto kafeja ke marrë. Është libër fantastik, shumë. Pa u ftohur kafeja dhe këtu nuk po flasim për kafen. Po, sigurisht. Dhe në kontekstin e kafesë. Ishim tek punët e shtëpisë. Çfarë bëj në kohën e lirë? Atë pa kohë të lirë, përvishem. Dua të jem elastika. Okej. Në sport, diçka
s'kam kohë me sport, është bësh punë të shtëpisë, sport është, unë them pse duhet shkosh atje të ngresh gira, kot, hekra. Vëri shof ca, po pse më ngrije divanin. Pastroj xhika ti poshtë, futu shtriu pas. Po nuk duket njësoj se nga që ato quhen punë shtëpi. Jo, fizikisht jam shumë mirë. Domethënë s'kam nevojë të shkoj në palestra. Do më shajnë ato të palestra, mendon. Kush është fizikisht shumë mirë nuk ka nevojë të shkojnë palestra, se mjafton një vrap, ka vrap bëj në përshtim me vrap atje bëj ato, po them duhet jem elastika që këtu jam duke bërë këtë, ta het crown tjetër atje ta bëj. Po besoj je e kujdesshme me ushqimin atëherë dhe me regjimin kam përshtypjen. Kur kam kohë jam. Apo është çështje metabolizmi. Është fati i madh i ca njerëzve që e kanë metabolizmin. Është edhe metabolizm, po sigurisht nuk ushqem keq. Jam e kujdesshme, por pak nga të gjitha. Nuk jam nga ato manjakët. Jo. Ka raste që ha shumë keq. Madje e kam e kam me shpreh, hajde shkojmë sot ham pislloq. Po, edhe unë kam. Kënaqem me pislloq. Po. Ja toleron vetes ndonjëherë. Toleroj ndonjëherë, se tani që një njerëzore kemi nevojë për ca dëshira të voçkla me që s'bëjmë ato të ndajat. Po nëse flasim për rozin si regjizore, aty teksa shfaqja është gati për të filluar. Do hapet perdja, si je ti në ato momente? Wow, fortun jam, me thënë drejtën. Para se të filloj shfaqja, shkoj sigurisht 2 orë, 3 orë për para, kontrolloj çdo objekt para aktorëve, manjake. Ka ndodhur ndonjëherë Ros që përtej kontrollit që ti bën, mbas edhe për shkak të ngarkesës, një objekt ka munguar në skenë? Jo, s'ma ka ndodhur, deri tani do zoti s'më ndodh se bëhem bish. Po në ndonjë shfaqje ku ke qenë aktore? Jo, okay. Jo se jam me fiksim, po se kontrolloj 100 herë, aty nuk ka shanse, duhet jetë aty. S'më ka ndodhur deri tani, se si dihet, jeta shumë e gjatë edhe mos ndoft. Mos ndoft. Urojmë, manifestojmë mos ndodhje. Pra fillimisht kontrollojmë nëse gjithçka është në rregull. Gjithçka në rregull, pastaj aktorët sigurisht që ata e dinë vetë, po unë prapë them, jam si ato mamat që ta përsërisin. Që kontrolloj objekt, kontrollojnë objektet, gjithçka, i shikoj gjithë aktorët si janë, i motivoj paksa kur janë kështu pak si të çai thua zakonisht që je shumë mirë, yll botë e kështu të. Po më dukesh më shumë si mama se sa si regjizore. Ashtu është. Po kam përshtypjen për aktorët e rinj që janë edhe Por për të gjithë të vjetër kanë shumë nevojë, kanë nevojë për gdhelen, duan për gdhelen. Ja, vërtet. Kurse ai riu ka është në fillimin e profesionit pranon gjithçka. Po këtë drejt, po aktori është i brisht. Sa qenie e brisht është. Po ta shikosh ti, ta shikoj regjizori çik si kështu, si gjasmës më pëlqen. Ai thyhet brenda. Dhe këtë përpiqem mos ja jap. Edhe mund t'ja jap, po se duhen pyetur aktorët si është Rozi. Kush e di sa më shajnë. Sa i keq unë na nxiu jetën se prova të drejtën bëj shumë. Se di, nuk e di, se shoh dot ashtu, ku di unë. Mbase një bisedë në studio është ndryshe nga sjellja në skenë. Nuk e di. Po tash rrethanat janë rrethanat. Unë përshtatem nga rrethanat. Ti duhet ai qëllimi është një dhe i vetëm dal sa më mirë. Sa më mirë shfaqja. Jam gjatë gjithkohës marr frymë ta për çdo gjë. Jam tek si aty tek. Unë më shumë vuaj kur jam regjizore se aktore se çaj kokën e shijoj atje, se kam vetëm aktore ke vetëm rolin tënd, ndërsa regjizore ke rolet e të gjithëve, duhet i bësh bashkë. Të gjithëve, po këtyre të muzikën, jepe tani. Ç'është aty. Po publiku se e kam bërë dhe herë të tjera këtë pyetje, po doja bëj edhe Rozit. Se kur e shoh sa me pasion më flet, nuk mund mos e bëj. Do ndonjëherë kur shkon në teatr, sa është ajo pjesa kuliminante e shfaqjes, dëgohet një zile telefoni. Dhe kështu, zile të ndryshme, një kollit me kështu që del nga shpirti, të shtima. Hajde mos se këto skeçi bën se janë procese organike, biologjike, po. Ajo zila telefonit për shumë mund të shmanget. Ajo është e tmeshme. Je bërë në njërë gati të kapësh në një publiku? Jam bërë. Nuk qërë më... Ose fillojnë flasin. Du t'i shkoj zëri edhe rri duke po... T'i shkoj kështu, vetëm ati. Përpiqem ta çoj aty. S'ke vaj, nuk e. Ja, të tmerrshme janë. Kush e di si dukem në kamerë. Nuk e di për ty, po kënaqem shumë. Jo, unë s'po kënaqem fare çfarë po di.
Ore, nuk është ky qëllimi i jetës në fund të ditës të kënaqemi, të qeshim, të qajmë. Kjo të ndodh, ky lloj çlirimi të ndodh pasi kalon moshën 50 vjeç. Faleminderit. Vazhdoj të qeshim. Kjo është vetëm te gratë apo edhe te burrat pasi kalon 50? Unë gruaja. Përgjithsisht u lumtoj vetëm gratë. Se ka pas për shembull të ftuar që këtë e kanë interpretuar si të pasurit e një jete të dytë, që i lëm brava të gjitha dhe jeton pa mos kokçarje, pa kështu. E jeton. Opa, u bën prap serioz. Gaz deri në fund. Duhet ta shijosh jetën.